Një aksident rrugor është regjistruar në zonën e Fier Shegan, ku janë përfshirë një motor me 2 turistë të huaj dhe një automjet tip Benz. Si pasojë e përplasjes, kanë mbetur të lënduar 2 turistët, të cilët fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ata janë transportuar menjëherë drejt spitalit të Lushnjës për të marrë ndihmë mjekësore. Sipas burimeve nga vendngjarja, shkaki i aksidentit dyshohet të ketë qenë një parakalim i gabuar nga drejtuesi i motorit. Në tentativë për të kaluar një mjet tjetër, turisti i huaj i është futur në trajektore një automjeti që po vinte përballë. Në përpjekje për të shmangur përplasjen, drejtuesi i motorit ka frenuar fort, por ka humbur kontrollin dhe është përplasur me automjetin tip Benz. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.